Në një seancë vendimtare të zhvilluar sot në gjykatën speciale në Hag, avokatët mbrojtës të ish-krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, kërkuan pavajsinë e klientëve të tyre, duke sfiduar fuqishëm argumentet e prokurorisë speciale. Mbrojtja e Jakub Krasniqit, përmes avokatit Aiden Ellis, theksoi se provat e paraqitura nuk mbështesin fajësinë e ish-kryetarit të Parlamentit të Kosovës dhe të tjerëve. Ellis kritikoi përdorimin nga prokuroria të anëtarësisë së të akuzuarve në shtabin e përgjithshëm, si bazë për përgjegjësinë individuale, duke argumentuar se çdo kontribut duhet të identifikohet qartë për secilin të akuzuar dhe se pa këtë identifikim individual, akuzat nuk kanë bazë ligjore. Avokati i Recep Selimit, Jeffrey Roberts, e quajti prokurorin speciale të paaft për të paraqitur prova konkrete. Ai theksoi se argumentet e prokurorisë për ndalimet e kryera nga UÇK-ja mbështeten kryesisht në pretendime të përgjithshme, pa dëshmi të drejtpërdrejta dhe i cilësoi ato si përsëritje të deklaratave të mëparshme, pa ofruar prova reale që lidhin të akuzuarit me ngjarjet e pretenduara. Ndërkohë avokati i Kadri Veselit, Rodney Dixon, kritikoi ashpër përdorimin e thashëthemeve nga prokuroria speciale si prova. Ai nënvizoi se nuk mund të shpallet fajtor një individ vetëm mbi bazën e deklaratave të patestuara dhe të dëshmive të dyshimta. Dixon kërkoi që çdo provë të testohet dhe të jenë të qarta para se trupi gjykues të marrë një vendim, duke vënë në dukje rëndësinë e të drejtave themelore në çdo proces penal. Avokati i Hashim Thaçit, Luka Mishetic, deklaroi se nuk ekzistojnë prova që ish-presidenti të ketë patur rol në kryerjen e krimeve të pretenduara ose në përhapjen e qëllimit të përbashkët kriminal të akuzuarve. Ai kritikoi prokurorinë speciale për ndryshimet e vazhdueshme në paraqitjen e provave dhe për premtime të mëdha për fishekëzjarje spektakolare të cilat sipas tij nuk u mbajtën. Mishetic theksoi se ndryshimet në paraqitjen e provave nga ZPS dëmtojnë kredibilitetin e akuzës dhe bëjnë të paqartë lidhjen mes të akuzuarve dhe ngjarjeve të pretenduara. Përveç mbrojtjes, avokati i viktimave Los nënvizoi rëndësinë e dëshmive që tregojnë pasojat e ndonjë krimi, duke theksuar se mungesa e ekzaminimeve individuale nuk i bën ato dëshmi të pavlefshme. Ai shtoi se rrëfimet e viktimave dhe pasojat psikologjike të tyre ndihmojnë trupin gjykues të vlerësojë lidhjen mes krimeve dhe përgjegjësisë së të akuzuarve. Seanca e sotme përmbylli fjalët përfundimtare të akuzuarve dhe mbrojtjes së tyre. Ish-krerët e UÇK-s që ndodhen në paraburgim në Hag, që nga nëntori i vitit 2020 kishin nga 20 minuta secili për të paraqitur argumentet e tyre, ndërsa avokatët shtesë kishin mundësinë të reagonin për 30 minuta. Prokuroria speciale ka kërkuar 45 vite burg për secilin prej të akuzuarve, por mbrojtësit i kanë quajtur akuzat e saj të pabazuara dhe të dobta. Mbas kësaj seance, gjykata speciale ka afat 90 ditë për të shpallur vendimin, por ky afat mund të tejkalohet për shkak të volumit të madh të dosjes dhe rëndësisë strategjike të çështjes. Seanca e sotme shënon një moment vendimtar në gjyqin ndaj udhëheqësve të UÇK-s, ndërsa vëmendja ndërkombëtare mbetet e fokusuar te vendimi që mund të marrë gjykata speciale në Hag. Ky gjyq ka rëndësi të veçantë për historinë e drejtësisë dhe llogaridhënies në rajon dhe përfundimi i tij pritet me padurim nga familjarët, opinioni publik dhe komuniteti ndërkombëtar.